Drama Historia e një natë me shi, shkruar nga dramaturgu i njohur shqiptar Minush Jero, është vënë në skenë e Pallatit të Kulturës Hasan Prishtina në Kukës, nga trupa amatore e gjimnazit të qytetit me regji të Glevis Leshaj, regjisor në Qendrën Kulturore të Bashkisë Kukës. Vepra e interpretuar nga të rinjtë e qytetit solli për publikun një nga dramat më domethënëse të dramaturgjisë shqiptare, duke rikthyer në vëmendje një periudhë të vështirë të historisë sonë shoqërore dhe politike. Shfaqja Historia e një nate është një dramë ekskluzive, dramë teatrale e cila asnjëherë nuk është shfaqur në asnjë teatër të Shqipërisë. Është premierë absolute, një dramë e cila është shkruar nga Minush Jero, skenaristi i ndjer, e kishte peng në zemër ta shfaqte këtë vepër dhe kujt ja merrte mendja se një skenarist nga Vlora, pas një periudhe të gjatë mungese e teatri, të rishfaqej në Kukës me dramën Historia e një nate, e cila është një dramë e fuqishme, me dashuri, me intrig, me dhunë, e cila trajton temën kryesore për kauzën kryesore për të drejtat e grave. Bashkë me gjimnazistët kemi punuar fort. Në kuadër të planit të aktiviteteve të Qendrës Kulturore të Bashkisë është edhe ky teatr dhe shpresojmë që të mos ndalemi dhe të kemi sa më shumë aktivitete dhe të publiku kukësian ta prek magjinë e artit skenik. Historia e një nate me shi është një dramë teatrale e Minush Jeros që trajton gjendjen dhe të drejtat e grave gjatë periudhës së komunizmit në Shqipëri. Sipas të regjisorit të Glevis Leshaj, mesazhi kryesor i veprës lidhet me qëndrueshmërinë e gruas dhe forcën e saj për të përballuar padrejtësitë e kohës. Edhe pse drama flet për kohën e komunizmit dhe dhunën ndaj grave që kanë përjetuar shtypjen dhe përbuzjen ndaj grave, për fat keq edhe sot po përjetojmë të njëjtën gjë, vetëm ka ndryshuar numri i viteve, por ama mentaliteti shpesh herë mund të jetë i njëjtë me vitet atëherë dhe tek e fundit kjo është fuqia e artit, kjo është fuqia e artit të skenës, të depërtojë te publiku duke dhënë kauza të forta, siç është edhe dhuna e grave, dhe në një mënyrë tjetër, ndoshta jo direkte, po indirekte, siç është ai arti i skenës, të çojë mesazhet te publiku. Drama ka një histori të veçantë edhe jashtë skenës. E shkruar në vitet 1962-1963, ajo u pezullua fillimisht për shkak të asaj që në atë kohë u cilësua si gabime ideologjike përpara se të vijë më pas në skenë nga teatri i Durrësit dhe teatri i Gjirokastrës, të cilët u pezulluan. Shfaqja në Kukës e realizuar nga trupa amatore e gjimnazit u mirëprit nga publiku dhe dëshmoi edhe një herë se teatri mbetet një mjet i fuqishëm për të rikthyer në kujtesë historinë, për të reflektuar mbi të shkuarën dhe për të përcjellë mesazhe të rëndësishme për shoqërinë e sotme.